Bisedime të rëndësishme mes Ukrainës dhe SBA-s priten të zhvillohen sot në Jeddah të Arabisë Saudite në përpjekje për të gjetur një rrugë drejt përfundimit të luftës me Rusinë. Kjo vjen në një moment kritik për Ukrainën, pasi presidenti Volodymyr Zelensky po kërkon të rikthejë lidhjet me Washingtonin pas një takimi të tensionuar muajin e kaluar me presidentin amerikan Donald Trump. Në prag të bisedimeve, Zelensky shprehu shpresën për rezultate konkrete dhe theksoi qëndrimin e Ukrainës si një palë plotësisht konstruktive në këtë proces. Ai ka propozuar një armëpushim fillestar në ajër dhe në det si një masë për të nisur negociatat, duke u përpjekur të tregojë angazhimin e tij ndaj objektivit të Trumpit për një zgjidhje të shpejtë të konfliktit. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili po udhëton drejt Jeddah për bisedimet, deklaroi se SBA-ja synon të kuptojë nëse Ukraina është e gatshme të bëjë lëshime për të arritur një marrëveshje paqeje. Ata kanë vuajtur shumë dhe është e vështirë pas një lufte kaq të përgjakshme të flitet për lëshime, por kjo është e vetmja mënyrë për ta përfunduar luftën, tha Rubio për gazetarët. Ai theksoi se nuk do të vendosen kushte për Ukrainën, por bisedimet do të shërbejnë për të kuptuar se sa larg është e gatshme të shkojë Kievi në negociatat e ardhshme. Rubio do të shoqërohet me bisedime nga këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Mike Waltz. Ata do të takohen me një delegacion të nivelit të lartë Ukrainas të udhëhequr nga Andriy Yermak, ndihmës i ngushtë i Zelenskit. Ndërkohë, Zelenski vetë nuk do të marrë pjesë në këto bisedime, pasi ai ndodhet në Arabinë Saudite për një takim me princin e kurorës Mohammed bin Salman. Ky takim vjen në një kohë kur presioni ndërkombëtar për një zgjidhje diplomatike po rritet, ndërsa vazhdojnë përpjekjet për të gjetur një kompromis mes palëve ndërluftuese. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse Rusia do të jetë e gatshme të pranojë një marrëveshje të mundshme të ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe aleatët e saj.